alors on danse. Muhabet e tona, mos u mërzisni. Shqipëria në BE në 2030 i ndrit po fillojnë nga ty, nga një fjali vetëm, a ka akoma shqiptar që besojnë këtë gjë? Ledio ke bëri gabim ata, atje, a ka akoma shqiptar pa në fund? Shqiptar që e beson. Ose a ka akoma shqiptar që e besojnë? Pra, o njërën o tjetër regullohet. Unë mendoj që ka më shumë shqiptar që e dëshirojnë, por ka dhe që e besojnë. Që Shqipëria tjetë pjesë e Bashkimit Evropian. Flasim kontekstin tani, e? Kontekstin tani. Se aran maskat. Edhe përsëri e besojnë. Marta Kos nuk flet më këshu. Unë nuk besoj, them drejtën, që do të penalizohet hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian për këtë incidentin e fundit që pam ne. Ai është interes më i madh për të dy palët. Ti thua geopolitik? Është interes më i madh për të dy palët, interes në gjithë aspekte që s'kemi kohë ta zbërthejmë se çfarë interesi është, por ne kemi interes se nuk jemi një fuqi e madhe brenda Bashkimit Evropian, ku nuk po na lejohen kuotat tona dhe kemi atë hegemonin tonë si jemi ish perandori. Ne nga kjo marrëdhënie vetëm përfitojmë. Unë jam dakord me atë që ju thoni se ky Bashkim Evropian ka problemet e veta, ka rryma brenda Bashkimit Evropian sot, si vendet e Vishegradit, të cilat duan një filozofi tjetër për Bashkimin Evropian, por në thelbë ne nuk jemi në nivelin ku humbim standarde nëse antarësohemi. Ne vetëm fitojmë standarde dhe mekanizma të rinj sigurie, pra kontrolli të gjykatave dhe të investimeve. Jemi vend i vogël që humbim është një lloj. Kjo është interesi i Shqipërisë. Interesi i Shqipërisë. Pyetja është, interesi i Shqipërisë dakord, po vetë BE-ja, ti thua ka interes ta fusi jo Shqipërinë, po do të paktën një pjesë Ballkanit për të gjithë rajonin për ta bërë pjesë të Bashkimit Evropian. Ju nxorrët atë hartën aty në... Do e nxjerrë let jo prapë. Jo, e nxorrët hartën e gazit. Të gazit, po. Siç është harta e gazit, është edhe për çështje tjera, jo, për çështje sigurie, për çështje tregtie, për çështje mallre. Pra edhe ata kanë interesin e tyre të madh, nuk e kanë interesin aq etik sa i kemi ne në raport me ta, por ne përfitojmë nga kjo strukturë fundja siç kemi përfituar në secilën perandori ku jemi futur. Dhe konkretisht ti beson që Shqipëria do bëhet pjesë e BE-s brenda 2030-s? Nuk di ta them këtë se nuk dua të dal aventurier që të bëhet brenda 2030-s, por besoj që mund të bëhet shpejt, më në fund. Për kjo letra që bëri zoti Rama me zotin Vučić bashkë të dy, që i thanë na fusni, ne nuk duam drejt vetoje, por na fusi të jemi atje, domethënë, po me më pak mos na jepi gjithë kompetencat që kanë vendet e tjera, si u duk? Para më duk gabim, sepse Edi Rama nuk duhet bëj letra me Aleksandar Vučić. Nuk ka arsye për të bërë letra me ato, pavarësisht të vallëzimit ballkanik. Edi Rama duhet të luajë atë politikën që Kosova dhe Serbia të mbeten të fundit për të futur në Bashkimin Evropian në mënyrë që të njohin njëra tjetrën. Qartë, e kuptova. Flogert, pastaj Sebastiani dhe Marsiti dhe shkurtimisht. Shqiptarët... A ka që e besoni që do hyjmë në 2030-ën, ore? Ka, sepse shqiptarët nuk e kanë besuar që do hyjnë në 2030-ën, sepse këtu po bëhen magjira mrekullira që do na çojnë në BE në 2030. Ka patur deklarata të Bashkimit Evropian, të cilët kanë thënë për shkak të derivon, për shkak të situatës, dhe ky emision, posaçërisht ky emision që merret shumë me gjeopolitikë dhe ti e di sa është audienca, shqiptarët e ndjekin, e kuptojnë që edhe NATO nuk na morën se ne me letër sumpare do fitonin luftra, apo jo? Na futën për ato interesa që e dim, dhe Europa do jetë një rrugtim. Më kupton? Pra, e besojnë sepse besojnë ato narrativen që në kushtet që është Europa, i duhet që të ketë sa më shumë shtrirje dhe sa më shumë bla bla bla. Por në thelb, shqiptarët nuk kanë shpresë që do bëhen si Europa deri në 2030. Se po ta kishin atë shpresë nuk iknin, fjala vjen. Qartë. Ndërsa asaj përket asaj që thot Rama, që na fusni pa drejt vetoje, kam vetëm një pyetje. A ke parë në një vend të vogël ti, nga këta Bullgari, Kroaci, Rukudiun, ose ne, çfarë na mendon neve ti që do hyj Rama Shqipëria aty, dhe kur thot Gjermania, Franca, Italia që do e pranojmë edhe Maqedoninë, po ja fuskot, Rama do thot, jo, veton unë, po nuk mora, po nuk shkova deri në... Pra shkotësh retorika, e thoti. Pra, ajo vetoja për ne, për vëndës si ne, si është, si sështë, ne nuk do e ushtrojmë kur. Qartë.
Kështu që Pra është kot për të mbushur vakumin, janë unë kot. habitëm se si Rama e thot këtë, se po ja pranuan ata këtë, e futën në BE dhe Ramës i prishet punë duke hyrë në BE, nuk fiton gjë. Shqipëria duhet ta përdor vetëm. Ramës politikisht? Ramës vetë intereson të hy? Jo. Në kuptimin e mirëfillt politik, Jo. unë e lexoj që po t'isha unë vendin e Ramës, Do bëje të njëjtën gjë që bën tani që për shembull sa gjëra nuk do i bëja. Jo, po ai ishte tani duke bërë fatikisht. Po jo pra se kur ju thot që Më fal fakt, ka po gjë. sfidon dy ambasada të rëndësishme në Shqipëri dhe dy vende të rëndësishme në Europë. Në Europë jo, se Anglia s'është po çon si ka fuqinë e vet, s'ka rëndësi. Gjermaninë dhe Hollandën. Dakord? Po i sfidon, Balluku nuk e dha, tregoj forca atje, kanë vota tha, ne kemi 83 mandate. Pra, po bëjnë gjëra, Europa e përçar. pikërisht pra. Se ai për shembull nesër Prandaj pra. do Apo ketë e bën këtë gjë që të gjej alibi nesër thotë jap se s'na futën, kjo është pyetja ime. Do të jap një gjysmë lajmin fiks do ta jap një javë tjetër. Shumë shpejt, Rama do ketë një takim në një kancelari që Europiane, pak veta e mendojnë, po. Europiane. Po. Do ketë një pritje zyrtare të nivelit lartë. Dhe ai takim Po ka pasur Rama për Europë pritje. Jo, tani. Bëhet ndërmjetës midis Spanjës dhe Izraelit. Unë nuk bëj shaka dhe unë Jo. çfarë kam thënë më kanë dalë se Jo, i ka për fatin shiko, e info- keq të Albinit. infot i ka, Unë po infot të i themi ka. gjë tjetër, që do keti takim Po, tani, kur do jetë, që kur do do jetë? shfryhen shumë narrativa, do ngelemi kështu. E Pra, di, ajo tema e dytë që Ne pate, e përgatitur për këtë. ajo tema e dytë që patëm, fabula e dytë, Na, do shbëhet. cila? Ajo fabula e dytë që Gjermaninë. Na, për Gjermaninë. Shqipëria bën Sepse- gabim që thot pa veto. Duhet ta përdor veton për interesat e shqiptarëve në Ballkan. Kaq. Qartë. Edi Rama thot duhet shkoj unë pa veto, pa armë. Po pse s'po e merr veton dhe përdor Mos është mënyrë, mos është mënyrë kështu, më dinake, Kjo po është të thënë që ne s'kemi pretendime. ose më falë me Rama me vetën në BE, do i thot Amerikës dhe Europës se ti unë këtu, o veton, indrit. siç të bëri Man dilni Greqia, nga kjo siç të narrativ. bëri Greqia me Maqedoninë e Veriut, duhet ta bëjë Pra të thosh me Shqipëria. Greqinë vallaj. Nuk ka lidhje krahasimi. Në qoftë se ke ato lloj arme, duhet ta Jo, përdorësh jo, ato po lloj prap, arme. në parimin driti ka drejt. Pse nuk e pse Mund ta përdorësh vetë. Në parim po, Arjan, po në real politiko, Arjan? Por Mund ta në bësh. realitet pse E është ka përdorur një herë për Izrael, një herë për Palestinë, vëlla, po ti Pse ke është harruar. ti politikën e Nuk e bë, jashtë? e ke harruar. Ti ke një Kosovë aty që ka probleme dhe Politika jote e jashtme, o Indrit, është çfarë thot Amerika, vlla, ka 100 Politika vjet. jashtme është Tani çfarë bën kot tani? Ne kemi një Kosovë në Ballkan. Po do e shpëtojmë ne Kosovën. Po, hajde. Që do shpëtojmë. Pa man, Ti do flet si bësh kandidat për farkendor. kryeministër. o, Ti do bësh personalizëm. farkendor. Nuk Të flas si keqe kandidat tani. për kryeministër. Zdi të bëhesh friendly Ti në po debat. flet çfarë Je sulmus. Po jo më Ç'është po është sulmuesi është për- shumë. Ai se ka me ty personalisht, s'ke që ja kthem personale, o burr. ti Po janë teza që ti ke një Si do që t'je nuk je ti që e vendos, vëlla. vetoja. Dhe ti nuk e E merr për që i thua veto. kryeministët tani. Ai është shoku jon këto bullshit e ka. Po Fal, muroner. kompliment ishte kryeministri. Po Mënyra si ja thua nuk. Ideja është ti nuk mund ta heqësh Do thash do ndërtojmë dhe ai ti bie në rrogot. dorën nga rash, vetoja. Ti ke probleme me shqiptarët në Maqedoni dhe në Kosovë dhe atë veto, nëse e merr dot, duhet ta përdorësh për çështjet e Unë jam Kosovës. dakord me Indritin, vëlla. Po çdo thotë kjo shko ti dhe heq dorë nga arma. Arjan, Çfarë është kjo? Mos unë do jam të thonë dakord këtë me bisedë. Indritin gjithë natën. Ti thua nuk mund të ndodhi dhe Po mund të kjo ndodhi. nuk ka shanse të Po jo, ndodhë. pra, se nuk bëhen llogaritme sot. Llogarit mund t'i bësh me më nuk i ditë se si ndryshon loja, por lere. Mund të Sa më paraqitet. pëlqen ti mua Ore zotri, kur thua me seriozitet atë që nuk e beson, More më fal. je jashtëzakonshëm. More fali sekond. Kush e mendonte deri para pak kohësh Që sot Trumpi dhe Putini do kishin miqësi kaq të mirë? E mendoje ti para ne pak miqësi kohësh? kaq mirë. Por Janë them miqësi, jo miqësi personale, mo. miqësi ka patur Rëndje muresh, rëndje muresh. miqësi ka patur Berlusconi me Putinin, Zotri, ata ishin Po miq. ndaj, po ndaj një cop planeti, duhet gjë e vogël ti kjo. Kush do e ndaj? Po ata pra do e ndajnë. Po pra po, e mendoje ti këtë para pak vitesh, para 2-3 vjetësh? Po gjithmonë 12 e kanë ndarë. Atëre pse se mendon dhe Shqipëria e vogël mund të bëjë një aleancë Kanë për të na- me 2-3 vende të tjera? Greqia. E t'ja zhysit. Po da jenë Terezi apo jo? Patjetër. Tallu më tallu Greqia drejt ke. veto. Po nuk po tallem, Ike Marian. drejt të A tallësh. bëri Greqia vetën ty për një Bravo të qytet? qoftë. Por atë s'kishe faj Greqia. E kam fjalën, e përdori mekanizmin e vet. Tani, Aq kishte ndorë e përdori. Ti pse nuk e përdorën? Është një sotani si tani ti quhet të ku di unë. Është një sotani si ti quhet dropull, për shembull, një pjesë në veriun e Greqisë. Se Po që është dropull, se është pjesë e Shqipërisë. Po them te mekanizmi. Emër Arjan Çani.
Po them të mekanizmi, Rregull jo nga thelbi i saj. Rregull. Ti duhet ta kesh si një armë, nëse bëj ata jep mundësi ta kesh një veto, pse punë se marr. Ç'është kjo ne? Jemi dakord me këtë për ta mbyllur emisionin. Sebi fole ti? Fole. Ha? S'ke fol për këtë ti? E po atëherë jemi në sekondat e fundit, ju urojmë dijes, vajte ora 12. Dakor, të them vetëm 3 fjali. Mbyllë. Sepse unë e lidh gjithmonë me kontekstin. Pyetja është shumë e qartë. E para mua më intereson, do zoti Rama të hyjë në Europë Ja, po ta apo them, jo? do të t'jap precedentin. Mirë. Ke garën për drejtorin e policisë, drejtorin e përgjithshëm policisë. Per. Prit, dihet që janë më të rëndësishme në lidhje me rendin, me sigurinë, bashkëpunimin me atë që u shpreh dhe vetë zoti Duman në komisionin parlamentar për raportet që ka me policinë e shtetit, ka një kandidaturë atij që quhet Plum Seferi, i cili aktualisht është dhe drejtori i marrëdhënieve ndërkombëtare, ka përfunduar studimet në Akademinë Kombëtare të FBI-s, madje është edhe presidenti i shoqatës së gjithë studentëve evropian. Pra, se thua është njëri preferuar, jo, është njëri preferuar i ndërkombëtarëve dhe njëri që ka bërë 15 ekstradimet e fundit nga Dubajit, zoti Plum Seferi. Tani realisht edhe është jashtëzakonshëm, po. Tash nëse realisht Plum Seferi ka që kandidat i PD-s më vonë. Jo, s'ka lidhje. Është ky Plum Seferi Lul Bashkë. Jo, është tjetër, është tjetër. Po pse s'flisni o burr, që njësoj të dy Plum Seferi? Po pse se sakson o burr? Saksova më, nuk ka lidhje. Tash nëse realisht do një shenjë drite që do futemi apo do kemi akoma dëshirë për të qenë pjesë e BE-s, një nga institucionet kryesorë që garanton zbatimin edhe përmbylljen e disa proceseve është pikërisht policia e shtetit. Nëse zgjidhet ky person, atëherë ke besueshmëri, garanci dhe madje partnershet mirë me ndërkombëtarët. Është i thotë driti. Po pra, që është një gjë vetëm Porto Romano, po këta kanë hallë gjithandej. Gjithandej. Policia e shtetit është një nga ato dhe unë po them, nëse do të zgjidhet, unë do e besoj këtë. Nuk mbarojnë. Një sinjal. Të kish. Pra se thua duhet që dhe drejtori i policisë shtetit duhet të jetë me bekimin e europianëve. Dhe zoti Plum Seferi është vetë amerikan. Zakonisht ka qenë. Çfarë Plum Seferi nëse kisha mendjen që parla. Është rival. Është një nga kandidatët. E pra një nga rivalët. Aktualisht po një nga rivalët. Kush është tjetër? Plum Seferi 1? Tonin Vocaj 2 dhe është edhe mos gaboj zoti Sokol Bishka. Jo, Sokol Bishka, Sokol Bishka është thjesht për tani, për këtë periudhën e zgjedhjes. Është dhe dikush tjetër. Është dhe një nga Fieri më duket. Është dhe një që është në Fier tani. Liridon, se si e ka emrin ai. Liridon e kishte Sebastian, apo si mban Pallmos kompetencën time. E isha me Sokol Breku këtu më burr para sa ditësh më tha ai. Nëse më dëgjoj Arianin. Në përgjithësi për ta mbyllur Sebastian. Se tani vërtet s'kemi kohë sepse na bëri shenjë. Me një fjali vetëm. Ne kemi përpara. Ramë intereson të hyjë në BE? Jo, ne kemi. Jo, ti je dakord me Flogertin. Ne kemi përpara dy alternativa. Euroskeptikët duhet bëjnë një pyetje. Një Shqipëri në Evropë, si duhet jetë? Në BE, jo në Evropë. Po pra, në BE, me çfarë fizionomie? Propagandistët, si dikur në Bashkimin Sovjetik dhe me vëllezërit kinez dhe me motrat e tjerë, thonë gjithë ditën një Shqipëri evropiane. Koncepti Shqipëri evropiane nuk ka kuptim. Koncepti një Shqipëri në Evropë ka kuptim. Tani le të bëjmë pyetjen me çfarë fizionomie duam që të shkojmë në Evropë. Me këtë lloj fizionomie apo me një fizionomi tjetër? Askush në Evropë nuk ka lënë nga vetja, nuk ka lënë për të thënë jam evropian. Gjermani thotë jam gjerman, francezi thotë jam francez. Po pra. Edhe ne do shkojmë si shqiptar. Po pra, atë po mundohet të bëj Rama tani pra. Sot larushia e propagandistëve që nuk kanë as edhe një lloj ideje për një lloj autenticiteti, fizionomie dhe sovraniteti, kanë 30 vjet që na thon Shqipëri evropiane dhe s'kan arritur as edhe një lloj gjëje. Kjo mos arritje as një lloj gjëje na bëri një herë na ka bërë me sovjetikët, një herë na bëri me kinezët, na bën me amerikanët, na bën prap me kinezët po të dali puna, na bën me të gjithë. Na bën edhe musliman, edhe të krishterë, edhe ortodoks, edhe konfucianist. Çështja është çfarë jemi ne. Si e mbylli ai? Jo, e mbyllëm i dritë. Një mesazh, su vjen turp të kërkojnë një kuadrim pa veto, kush do t'i mbrojë interesat tona në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Me që e tha ai tani... Nga Maqedonia. Jo, është lutem, mos reago kështu ti, kush të ndodhi? Grita mos u ngjita. Riçi ka ti urrë, s'kem mbaruar akoma. Çfarë të ndodhi ti? Drejt më ka një driti që po ta them. Unë jam dakord me ndrit. Shpate më burr që ngrita ashtu. Shpate më. Jam anti-shqiptar më burri dhe nuk i dëgjoj këto teza patriotike. Ato mos thonë emisionin tim se nuk lejoj. Teza interesi. Shiko, po fole për anti-shqiptarinë këtë emision në Flogres me mua bëhet atmikulla. E lash. Ti më njeh mua apo jo? Kërkoj shumë ndjes Arjan. Me i dhe të një gjë që ta mbyllim riqet emisionin. Marsit. Po. Çek motori do ketë gjithmonë apo jo? Po. Korrupsioni do vazhdoj apo jo? Jemi dakord. Morë të vesh, Ledio, mos thua që nuk e ke marrë. Kjo është lajm. Spotin e ri të Samsonit. E morë Ledio? Manise dhe Flogerti më duket. Ti Manise? Ta.
Indrit se ke parti? Jo. Ka ardhë në Gjermani, më por erdi e mori menaxheri vetë. Po. Vatin erdi në Gjermani Samsoni. Që nga si Maldini e këta. Pse më gëzon mua i Samson nuk e di valla, nuk e kuptoj dot fare. Mos kërkoni pse, nuk e kuptoj. O Ledio, a e ke spot me të Samsonit lutem para se të fusim atë? Jo, nuk e kam. Mos më Ledio, mos më burr. O Ledio, por çan ndof më burr, si të Sepse martë fundit, martë ditës sotme prandaj. Fu sa i nat më vjen më burr. Ja më ja, do ta dërgoj tani unë, mos e vram mendjen fare, një sekond, para se të ikësh. Ja, një sekond, ta dërgoj unë tani Samsonin, vllai që ka ardhur në Gjermani dhe shikojnë celularin tim njerëzit. Ja, do gjej këtu një sekond. Do të dërgoj edhe çunave në fakt. Të ta nisun direkt apo e ke? Po ma nisë më bën derë, sepse unë po e kërkoj ndërkohë. Ja, e ke. E ke? E ke në WhatsApp, po. Je i madh. Ku është Flogerti, dale? Ja. Ku e ke Flogert? Ku e nise? Ja, erdhi në WhatsApp. Erdhi, Ke. po. Ledio, nga tërgoj celularin që ta shohim. Përballë. Përballë. Shikoni se e bukur është kjo. Për të thënë që është në Gjermani, shpresojmë tani që menaxheri i tij gjerman, edhe i menaxheri që është gjerman fatikisht, që jeton në Gjermani, po ta shohësh, duket që është i ardhur nga duhet të jetë arabaj, nuk është shu afrikan me ngjyrë të zezë, është arab. Duhet të jetë një nga këto vendet e arabe këtej, o nga Algjeria, o nga Maroku, ose nga Tunizia, në gjithë tillë do jetë ai. Po djalë shumë i mirë, Beni quhet, Ben, ai djali. Me atë jemi në kontakt ai ne që do na me shpresë na i sjellë Samsoni, sepse ne e promovuam Shqipëri jo burr, se njifte njëri. Ledio, pse ofrova i shumë, po, dakord. Shikoni tani dhe pastaj do ikim direkt. Ta mbyllim. Prit. Mos. Pse është pa zë, plak? Jo, me zë e ke, ngrija Ka zë. zë. Ngrija zërin telefon. Prit, sekond. Where do you think that? Yeah. Guys, I'm in Germany now, as you can see. This is Germany. You thought that it was a joke. I want you to tell the people, where do you think now I am, in which city in Germany? Check in your comment section. Guys, I'm in Germany now. Qa thot, Sebastian? This is Germany. Jam në Gjermani. Jam në Gjermani. Gjeni qa qyteti janë. Menduat se ishte shaka. Duat i them njerëzve, ku mendoni se në cilin qytet Gjerman jam? Comment section. Shifni komente. Sa i gëzuar që është. Ja. Germany now, as you can see. Erdhi më në fund, erdhi.